Mijëra ton mbeturina që grumbullohen çdo ditë në mbar vendin, jo gjithnjë mund të shihen vetëm si mbetje që përfundojnë në deponi. Me to mund të bëhet edhe biznes. Plastika, tekstili dhe letra nga disa njerëz shihen si lëndë parë për prodhimin e produkteve të ndryshme. Kjo është ekonomi e re e gjelbërt, ose qarkulluese që është shumë e njohur nëpër botë dhe ja ku vjen edhe te ne. Mbeturinat nuk duhet i shohim si diçka që na turpërojnë, ta hedhim në lumenj apo deponi, por të shohen si lëndë parë që duhet të ripërdoret. Në 7 vite, Jasmina Glavinčevska me ekipin e saj kanë arritur të riciklojnë rreth 1 ton letër, e barabart me 17 pemë të shpëtuara nga sharra. Më besoni se ka burim të bollshëm të letrës si mbetje. Tani për tani burimi ynë janë të njohurit që kemi, por ideja jonë është që në të ardhmen burim të jenë fëmijët përmes shkollave. Përveç letrës, të riciklueshme janë edhe materiale të ndryshme të tekstilit që gjithashtu mund të ripërdoren. Nga materiali si mbetej do të përpunojmë veshje për persona me nevoja të veçanta dhe pjesën tjetër e materialit të mbetur do ta bëjmë jastëk për kafshet e ndacak dhe për organizatat që merren me këto kafsh. Ide të këtilla për riciklimin e materialeve do të jenë në garë me ide të ngjashme nga disa vende të rajonit. Këtë vit finalistët do të vlerësohen në Mavrov nga juri ndërkombëtare, ndërsa si shpërblim 3 ide më të mira do të marrin fonde të pakthyeshme prej $10.000.